Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndiqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Në takimin e sotshëm do të lexojmë pjesë nga libri i Daljes, kapitujt 16 deri në 18. Leximin e tekstit do ta bëj Nora Ukaj nga Prishtina. Katekezen mbi këtë tekst do ta ofroj Adelina Palushi, gjithashtu nga Prishtina. Lexim prej librit të Daljes, kapitulli 16, rreshta 2 deri 5. Mbar bashkësia e bijve të Izraelit, zuri të ankohet kundër Mojsiut e Aronit në shkretëtir. I thonin njëri tjetrit: "O, sikur të kishim vdekur prej dorës së Zotit në dheun e Egjiptit, kur rrinim mbi veksha mishi, e hanim buk derisa sungopnim. Po pse na nxorët dhe na sollët në këtë shkretëtir të vdesurie mbar bashkësia?" Atëherë Zoti i tha Mojsiut: "Ja, unë po bëj t'ju bjerë bukë prej qiellit. Le të dal populli e le të mbledh, aq sa t'i dal mjaft për çdo ditë. Dua t'i vë në provë, pale a do të ecën në ligjin tim apo jo. Të 6 ditë, kur të përgatisin çka kanë mbledhur, duhet të jetë 2 fish se sa kanë mbledhur për çdo ditë." Kapitujt 16-18 tek libri i Daljes ambientohen në shkretëtir. Tregohet koha që Izraeli ka kalu midis kalimit të detit dhe marrjes së 10 urdhrimeve. Janë kohët e fundit të popullit pa lidh besridhjen e Sinai. Populli ndodhet në shkretiren Sin, i raskapitur prej udhës, i uritur, i etshëm. Në këto kapituj, dhe kjo do të zjas për gjatë krejt letërsisë biblike, shkretina paraqitet si vend prove, vështirësie, por edhe i formimit të popullit, i krijimit të identitetit kombëtar, i forcimit të vullnetit për besnikëri ndaj Zotit. Kapitulli 16 ambientohet në shkretiren Sin, shkruan kështu tek rreshtat 2 dhe 3. Mbar bashkësia e bijve të Izraelit, zuri të ankohet kundër Mojsiut e Aronit në shkretir. I thoni njëri tjetrit: "O, sikur të kishim vdekur prej dorës së Zotit në dheun e Egjiptit, kur rrinim mbi vegsha mishi, e hanim buk derisa sungopnim. Po pse na nxort dhe na sollt në këtë shkretir të vdes urie mbar bashkësia?" Kjo është një ankesë serioze dhe nga ana njerëzore e kuptueshme. Nuk jam i sigurt se atje në Egjipt kanë ndenjur mbi vegsha mishi, por sigurisht atje kanë pasur ushqim. Në Egjipt kishin punuar, por kishin pasur bukë, ujë, kishin krijuar një farë sigurie atje. Këtu në shkretir nuk kanë asgjë, janë krejtësisht të lënë me njanë prej gjithkujt. Përveç se u mungon ushqimi, ata nuk e dinë as qëllimin që kanë, nuk e dinë për ku janë nisur në atë udhtim. Atyre u kërkohet të besojnë me sy mbyll fjalëve të Zotit që u ka përcjell Mojsiu. Ankesës së popullit që lexuam më sipër tek rreshtat 2 dhe 3, i përgjigjet Zoti me një premtim që e lexojmë tek rreshti 4. "Ja, unë po bëj t'ju bjerë bukë prej qiellit. Le të dal populli e le të mlell aq sa t'i dal mjaft për çdo ditë. Dua t'i vë në provë, pale a do të ecin në ligjin tim apo jo." Kjo bukë prej qiellit mjafton për një ditë. Pyetja është, a do të kënaqet populli me ushqimin vetëm për një ditë, apo do të dëshiroj të krijoj rezerva ushqimore. Përshkrimi i bukës që bie prej qiellit në hebraisht është i ngjashëm me përshkrimin e shiut që bie. Mamtir në hebraisht është shiu, rënja e shiut. Për një ditë ata kanë ushqim boll, por nuk kanë për nesër. Është e rëndësishme buka e sotshme, dëvar
Yom Beyomo në hebraisht. Është punë e secilës ditë për atë ditë. Është buka e përditshme që jep Zoti për ditë, sikurse tek lutja atyën që e gjejmë për shembull tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 6, rreshti 11. Atë Jezusi na mëson të lutemi për bukën e përditshme. Ne nuk lutemi që të krijojmë rezerva ushqyllmore për të ardhmen, sepse në të ardhmen ne jemi në dorën e Zotit, i besohemi provanisë hyjnore. Për nesër do të kërkohet prej tyre ti besojnë Zotit. Jezusi na kërkon që për nesër ti besohemi Zotit. Zoti e ve popullin në provë, me qëllim që të shohë pale a do të qëndroj besnik. Mund të duket kjo si një kurth, por në të vërtet nuk është. Nuk është se Zoti i mungon ushqimin popullit, por e di se populli nuk është gjithmonë i gatshëm ta vëjë krejt besimin e vet në te. Ai shpesh kërkon siguri në forcat veta. Vendosja e vetes në dorën e Zotit tregon vendosjen e vetvetes në dorën e Tij. Kjo është në fakt merita më e madhe e njeriut. Ky është testi më i vështirë që kërkohet të jap, ta vendos besimin e vet dhe shpresën në Zotin. Te Kreshti 6 lexojmë kështu: Në mbrëmje do ta dini pse Zoti u nxori nga dheu i Egjiptit, kurse në mëngjes do ta shihni lavdinë e Zotit. Kështu thot rreshti 7. Lexuesi i kujdesshëm i Biblës kupton këtu se këto rreshta i referohen Zanafillës, kapitulli të parë. Kalimi mbrëmje mëngjes shënon kohën e krijimit. Mbrëmja është simbolike e shkretirave, e ushqimit, e njohjes së arsyes pse Zoti e ka nxjerrë popullin prej Egjiptit, ndërsa mëngjesi ka të bëjë me manën, me lavdinë e Zotit, me paraqitjen e pushtetit të Tij. Çlirimin nga Egjipti ishte histori e kryer, mbrëmja ishte një kujtesë, ndërsa lavdia e Zotit shihet me sy në çastin e pranisë aktuale të Zotit. Mëngjesi si metaforë e të tashmes, jo të kaluarës. Zoti nuk dëshmohet vetëm nga e kaluara, por edhe nga e tashmja, nga ushqimi ditor, nga fakti se ai na mundson ushqim edhe për ditën e sotshme. Nuk jetohet me ushqimin e kaluar, sepse nuk ekziston më, ka kryer. Zoti na jep ushqim për ditë, na jep ushqim dhe na mundson jetesën e përditshme. Por populli murmuriste, gjejmë këtu fjalën hebraike shumë të famshme në letërsinë biblike, të luna, mund ta përkthejmë si murmuritje, si ankesë, në nëkatje, dhe nuk është thjesht një ves i popullit, por një kategori teologjike e rëndësishme. Nga ana teologjike, populli i ankohet atij kujt faktikisht i ka shumë borxh, në vend që të jetë falendërues, ai ankohet. I drejtohet Mojsiut dhe Aronit, por Zoti e merr këtë të luna, këtë ankesë, si diçka personale. Shkruan kështu tek Kreshti 8. Zoti do t'ju jap të hani mish në mbrëmje dhe më mëngjes bukë derisa të ngopeni, sepse Zoti e dëgjoi ankimin tuaj që e përshpëritni kundër Tij. Sepse kush jemi ne? Në nëkatja juaj nuk është kundër nesh, por kundër Zotit, thonë Mojsiu dhe Aroni. Mojsiu ndërmjetëson dhe sjell biseden nga rrafshi personal në teologji. Populli duke murmuritur nuk i bën asgjë Mojsiut dhe Aronit. Kush janë Mojsiu dhe Aroni? Janë njerëz sikurse ata. Murmuritja, përshpëritja është kundër Zotit. Te Kreshti 13:21, Zoti dhuron manën. Dhe janë së paku 4 tema kryesore teologjike të këtij teksti. Nëse doni lexoni atje tek libri i Daljes, kapitulli 16, rreshtat 13 dhe 21, nuk po e lexojmë këtu për të kursyer kohë. Mënyrën pra se si Zoti e dhuron manën në shkretir. Cilat janë mësimet kryesore teologjike të këtyre teksteve? E para është se populli varet nga Zoti, nuk mund të jetojë nëse Zoti nuk i jep ushqim. Mana nuk mund të grumbullohet, thot tek Kreshtat 19:20, sepse ajo prishet nëse ruhet për një ditë tjetër. Është një dispozicion ekzistencial. Izraeli duhet t'i besojë çdo ditë provanisë së Zotit. Sikurse themi tek Atyna, bukën e përditshme na e jep sot e përsërisim. Nuk e kërkojmë këtë bukë për të ardhmen.
E dyta është se këtu për herë të parë përmendet dita shtune, si pjesë e një tregimi biblik të lidhur me popullin e Izraelit. Patjetër se shtuna përmendet edhe tek libri i Zanafil, si tek krijimi, Zoti krijon ditën e shtune, por këtu për herë të parë populli i Izraelit aplikon pushimin e ditës së 7. Për të shtunën Zoti jep pushim për 2 ditë, qysh të premten, ditën e 6. Ajo, dita 7, i ofrohet krejtësisht Zotit. Është dita në të cilën lartësohet pushteti i Zotit, në të cilën njeriu jeton vetëm për Zotin. Emri i manës, emri i bukës që Zoti jep, është manhu. Ndoshta fjala manna vjen nga një shprehje hebraike që është një pyetje. Ma hu, çfarë është kjo? Te kreshti 15, Izraeli merr një ushqim që nuk di as se çfarë është. E padituna është pjesë e dhurimit të Zotit. Në domethënien biblike, manna është me qëllim misterioze. Ka kuptim teologjik. Zoti dhuron diçka, por ai e di se çfarë dhuron. Njeriu pranon atë që Zoti jep, çfarë do qoftë dhurata e Zotit. Mirë se vjen. Faleminderit Zotit për dhuratën që më jep. Dhe së fundi të themi se etrit e Kirs e kanë kuptuar tipologjinë e manës në shkretir si dhurat që Zoti jep nëpërmjet bukës që zbret prej qiellit, me fjalë tjera të Eukaristisë së Shenjtë. Gregori i Nisës, për shembull, tek Jeta e Mojsiut, e interpreton manën në shkretir dhe dhuratën e saj në kuptim të ashtu quajtur anagogjik, por te kjo fjalë anagogji do të kthejmë në të ardhmen. Ashtu sikurse Zoti i dhuroi manën në shkretir popullit të Izraelit, ashtu Zoti na e ushqen shpirtin për ditë nëpërmjet dhuratës së kungimit dhe na mundson që të përparojmë drejt Zotit. Pra, tradita katolike e ruan këtë lexim tipologjik si një konstante hermeneutike. Edhe këto fjalë janë një fije të vështira. Nga ana hermeneutike, me fjalën hermeneutike kuptojmë mënyrën se si e kuptojmë një domethënie teologjike. Pra, sipas traditës katolike, hermeneutikisht, dhurata e manës që zbret prej qiellit është lexuar gjithmonë dhurata e kungimit që Zoti na jep nëpërmjet Eukaristisë së Shenjtë. Lexim prej librit të Daljes, kapitulli 17, rreshtat 3 deri 7. Në këtë vend, populli hoqi keq për ujë dhe nynikate kundër Mojsiut. Përse na bëre të dalim prej Egjiptit për të na vrarë ne, fëmijët tanë dhe bagtit tona? Mojsiu i u drejtua Zotit me këto fjalë: Çfarë të bëj me këtë popull? Edhe pak dhe do të më vrasin me gur. Zoti i tha Mojsiut: Shko para popullit, merr me vete disa prej pleqve të Izraelit, merr në dorë shkopin me të cilin e godite lumin dhe nisu. Ja, unë do të qëndroj para teje për mbi qetën e Horebit. Ti bjeri shkëmbit e prej ti do të shpërthej uji që populli të pi. Mojsiu bëri ashtu ndër sy të pleqve të Izraelit. Atë vend Mojsiu e quajti Masa dhe Meriba, për shkak të grinjës së bijve të Izraelit dhe pse e tunduan Zotin kur thanë: A është Zoti me ne apo nuk është? Kemi lexuar episodin e famshëm të nxjerrjes së ujit nga guri, të daljes së ujit nga guri, tek episodi i Masa dhe Meriba. E lexojmë tek libri i Daljes, kapitulli 17, rreshtat 1 deri në 7. Populli ankohet se s'ka ujë, tash që siguroi ushqimin. Sa ti plotësoj një dëshirë, i lin një tjetër. Sa të plotësoj një nevojë, i del një tjetër. Populli është gjithnjë i pakënaqur. Përpara popullit kaq të mërzitur, Mojsiu ankohet, thot se ka frikë se do ta vrasin me gur. Fjala hebraike sakal, gurzim, përdoret në Bibël si një fjalë shembullore që përdor bashkësia e Izraelit për të ndëshkuar ata që shkelin rendin e shenjtë. Kjo ndodh për shembull me Shën Shtefnin tek Veprat e Apostujve kapitulli 7.
Ka dhe shembuj tjerë në Bibël të gurëzimeve. Populli këtu do të gurëzonte atë që e ka çliruar. Populli do të refuzonte çlirimin. Kjo ankesë e Mojsiut ka dy domethënie teologjike. Nga njëra anë e bën ndërmjetësin njerëzor, ai është i dopt, i varur nga Zoti, po aq sa populli. Por nga ana tjetër, ankesa e Mojsiut hap hapësiren e ndërhyrjes hynore. Nëse populli refuzon Mojsiun, ndërmjetësin, ndërhyn atëherë Zoti vet. Pyetja popullit, a është Zoti në mesin ton apo jo, tek rreshti 7, është vënie në provë e Zotit. Ligji i përtrirë do ta bëjë këtë kujtesë normative. Mos e tundoni Zotin hyjin tuaj, siç e keni tunduar në Masa. Ligji i përtrirë, kapitulli 6, rreshti 16. Jezusi e citon këtë rresht në shkretir gjatë tundimeve. Mateu, kapitulli 4, rreshti 7. Çfarë do të thot Jezusi kur thot mos e tundo Zotin hyjin tënd? Do të thot mos dysho se Zoti është me ty. Rreshti 4 thekson praninë e vazhdueshme të Zotit në mesin e popullit. Ja, unë do të qëndroj para teje, omed lë faneha në hebraisht. Ai qëndron mbi shkëmb para popullit, jo sipër në qiell, larg atje diku, por pikrisht mbi materialin më të rëndom të shkretires, mbi shkëmb, pranë popullit të tij. Biblistët thonë se shkëmbi identifikohet me malin Sinai, me vendin ku Zoti do të jap urdhërimet. Identifikimi me Sinain nuk është gjeografik, por teologjik. Uji nuk del nga çfarëdo guri, por nga vendi ku Zoti banon, nga aty ku burojnë urdhërimet, nga aty ku lidhet beslidhja me të. Shën Pali e ka kuptuar këtë motiv dhe e ka përdorur tek letra e parë e Korintasve kapitulli 10, rreshti 4. Ai duke folur për ujin që del nga shkëmbi, thot se ai shkëmb ishte Krishti. Dhe nga Krishti, sipas Shën Palit, del një ujë i gjallë që jep jetën e botës. Zoti i urdhron Mojsiut ta marrë shkopin me të cilin goditi lumin, e lexojmë tek rreshti 5. Ky shkop ka një biografi. Është i njëjti me të cilin Mojsiu goditi ujrat e Nilit, libri i Daljes kapitulli 7, 17-20, dhe i njëjti me të cilin e ndau detin e kuq për gjys, libri i Daljes kapitulli 14, rreshti 16. Me atë shkop ai do ta godas shkëmbin edhe një herë tek libri i Numrave kapitulli 20, rreshti 11. Pra te rreshti 5, Dalja 17:5, Mojsiu merr shkopin dhe i bie me shkop gurit. Nga ai shkop del ujë, prej të cilit do të pinë, do të shuajnë etjen izraelianët në shkretin. Shkopi është një simbol se Mojsiu është i dërguar i Zotit. Fakti se Zoti e specifikon me të cilin godite lumin, lidh episodin e ujit këtu në Masa dhe Meriba me 10 plagët e Egjiptit. Të dyja janë shprehje të sovranitetit të Zotit mbi elementet toksore. Të dyja ndodhin nëpërmjet të njëjtit instrument njerëzor, nëpërmjet shkopit. Zoti urdhëron Mojsiun të marrë me vete disa pleq të Izraelit, tek rreshti 5. Pse pleq? Sepse në strukturën juridike hebraike, çdo akt publik kërkon 2 ose 3 dëshmitar. Këtë e gjejmë tek libri i Ligjit të Përtrirë, kapitulli 19, rreshti 15. Mrekullia që ndodh nuk është ngjarje private midis Mojsiut dhe Zotit. Është një akt publik, një akt që verifikohet, që transmetohet, për të cilin ka nevojë edhe dëshmitar. Pleqt pra këtu luajnë rolin e dëshmitarve, të cilët vërtetojnë se ngjarja ka ndodhur për një mend. Ata do të dëshmojnë para gjeneratave të ardhshme se ne e pam ujin duke dalë nga shkëmbi. Si përfundim mund të themi se episodi në Masa dhe Meriba kërkon prej popullit besimin e plot të pranisë së Zotit në mesin e tyre. Zoti është i pranishëm, jo vetëm kur ka ushqim, jo vetëm kur njerëzit jetojnë në vegsha, ulen në vegsha mishit, sikur se kanë thënë ata vetë. Zoti është i pranishëm edhe në momentin e thatësirës, edhe atëherë kur nuk ka ujë. Zoti bën mrekulli, e shuan etjen e njeriut gjithmonë
vjen në prani të njeriut atëherë kur njeriu ka nevojë për te, sidomos atëherë kur jeton situata thatësire. Lexim prej librit të Daljes, kapitulli 18, rreshtat 21 deri 23. Atëherë zgjidh prej popullit njerëz të aftë e që e druan hyjin, që e duan të vërtetën dhe e urrejnë ryshfetin dhe bëji krer të popullit mbi 1.000, mbi 100, mbi 50 e mbi 10 vet. E këta le ta sundojnë popullin në çdo kohë. Të gjitha çështjet e rënda le t'i shtrojnë para teje, kurse çështjet e rëndomta le t'i gjykojnë këta. Kështu do ta kesh më lehtë, pasi ta ndash barrën me të tjerët. Nëse do të veprosh kështu, e Zoti do ta miratoj, do të mund t'i bësh ballë punës dhe mbar populli do të kthehet në shtëpi i kënaqur. Këtë pjesë të librit të Daljes do ta komentojmë vetëm shkurtimisht. Tregohet këtu se si Jetro, babai i gruas së Mojsiut, i bën vizitë popullit pak para se të pranojë beslidhjen e Zotit, pak para se të pranojë urdhënimet. Është një kapitull i pasur nga ana teologjike, sidomos nga ana institucionale. Vjerri i Madianit mrin me gruan Cipora dhe me bijtë e Mojsiut. Mojsiu pra këtu bashkohet me gruan e vet, me fëmijët e vet, të cilët ishin në një farë mënyre edhe të huaj. Gruaja e Mojsiut ishte Madianite. Fëmijët e tij kishin qëndruar me nënën, kishin marrë kulturë të Madianit. Ky bashkim i familjes së Mojsiut tregon se nga ana simbolike Izraeli do të integrohet me popujt tjerë atje ku do të jetojë në tokën e premtuar që do ta trashëgojë. Fëmijët e Mojsiut ishin të huaj, kishin jetuar me nënën, kishin marrë kulturë madianite. Kjo nuk është një pengesë që Izraeli të jetojë, pra simbolikisht, me popullata tjera atje në tokën të cilën do ta trashëgojnë në tokën e premtuar. Jetro këto bën një dëshmi feje, e gjejmë tek rreshtat 10 deri në 11. Janë të veçanta këto fjalë që thot ai, sepse ishte një huaj, prift i Madianit. Ai thot, tani e di se Zoti është më i madh se të gjithë zotat. Ofron atëherë një sakrificë, një ofertë hyjit të Izraelit. Teksti e paraqet Jetron si një njohës autentik i primatit të Zotit dhe propozon një reformë gjyqësore. Këshilli i Jetros është të themelojë krerë të 1.000-ve, të 100-ve, të 50-ve dhe të 10-ve. Është paraqitja e nevojës së krijimit të një institucioni. Mojsiu nuk mund të jetë pika e vetme e qasjes me Zotin për të gjithë popullin. Ndërmjetësimi duhet të shpërndahet, të delegohet. Kemi këtu një element egzegetik provokues. Një i huaj mëson Izraelin. Jetro ishte nga Madiani dhe ishte prift i një kulti tjetër, por megjithatë ofron sakrificë të pranueshme, shpall madhështinë e Zotit, ristrukturon organizimin e popullit të zgjedhur. Kjo ndërhyrje e Jetros është një mësim i veçantë, e vërteta, urtësia, mësimi i mirë nuk vjen vetëm prej kultit të Izraelit, edhe popullata tjera kanë mësimet e veta, kanë besimet e veta, të cilët janë të mira dhe të pranueshme. Dija e Zotit nuk është pronë ekskluzive e Izraelit. Është pra një shembull shumë i vjetër se duhet respektuar dhe pranuar me dashuri të gjitha fetë dhe të gjithë antarët e besimeve tjerë. Kërkohet që Izraeli të hyjë në dialog dhe të ketë mirëkuptim dhe dashuri edhe për popujt e popullata tjera që do të takojë në tokën e premtuar. Dalja kapitulli 18 e vendos Izraelin në prag të Sinait, jo me një teofani, sikurse në rastet e përparshme që kemi parë, por me dy gjeste njerëzore, një fakt që i ndajnë së bashku, hanë së bashku dhe bën një reformë administrative. Para tregon se bashkësia me Zotin nuk kufizohet brenda kufive etnik, e dyta tregon se udhëheqësia nuk është heroizëm i një personi të vetëm, por duhet shpërndar, duhet u kaluar tjerëve. Mojsiu mëson dy gjëra,
se Zoti mund të flasë nëpërmjet vjerrit të Madianit. Zoti flet si do vet. Ai gjen mënyrat e veta, kanalet e veta të komunikimit me popullin, që mund të duken një fije edhe si të papritura, por megjithatë Zoti gjen mënyrat dhe di ai se si komunikon me popullin e vet. E dyta, Mojsiu për një mense ishte personi që kishte kontaktin e drejt për drejt me Zotin dhe në këtë kuptim kishte një farë statusi shumë specifik, por është i gatshëm që ta shndroi këtë raport që kishte me Zotin në një shërbim dhe e dinte se ai nuk punte vetëm, gjithmonë të jetë i vetmi kanal i raportit të popullit me Zotin. Ai pushtetin që kishte pra, këtë raport një fije të veçantë të privilegjuar me Zotin ua delegon edhe njerëzve tjerë. Kështu shpjegohet se si pushteti njerëzor faktikisht është vetëm një shërbim karshi tjerëve. Fjalët e Zotit në këto pjesë të shkrimit shenjtë që u lexuan dhe u komentuan, na flasin mbi një pjesë të rëndësishme të historisë së shpëtimit, rrugtimin e popullit të Izraelit në shkretëtir, ku zbulohet gradualisht marrëdhënia mes Zotit dhe popullit të tij. Nuk është vetëm një histori e largët, por është një pasqyrë e jetës sonë të përditshme. Secili prej nesh, në një mënyrë apo tjetër, kalon në shkretëtira, momente vështirësie, pasigurie, lodhjeje dhe ndonjëherë edhe dyshimi. Ato paraqesin përvojën e njeriut përballë mungesës, pasigurisë dhe përgjegjësisë, duke treguar se besimi nuk formohet vetëm në momente të jashtëzakonshme, por edhe në jetën e përditshme. Por pikërisht në këto momente zbulohet më qartë kush është Zoti dhe si vepron ai në jetën tonë. Teksti i librit të Daljes 16:2-5 është një moment shumë domethënës në rrugtimin e popullit të Izraelit. Sapo të çliruar nga slllavëria e Egjiptit, ata kanë përjetuar fuqinë shpëtuese të Zotit në mënyrë të jashtëzakonshme, kalimin përmes detit të kuq, mbrojtjen dhe udhëheqjen e tij. Megjithatë, sapo përballen me vështirësinë e parë konkrete në shkretëtir, mungesën e ushqimit, kujtesa e tyre zbehet dhe zemra mbushet me ankesa. Populli arrin deri aty sa të shpreh dëshirën për të kthyer në Egjipt, duke idealizuar një jetë skllavërie, vetëm sepse ajo u siguronte bukë dhe mish. Kjo na tregon një të vërtetë mbi natyrën njerëzore. Përballë pasigurisë, njeriu rrezikon të humbas besimin dhe të harrojë veprat e mëdha të Zotit. Ankesa zëvendi në mirënjohjes, ndërsa frika erson kujtesën e hirit të përjetuar. Megjithatë, përgjigja e Zotit nuk është ndëshkimi me njëhershëm. Ai shfaqet si Ati mëshirshëm dhe i durueshëm, që nuk e braktis popullin e vet edhe në pabesinë e tij. Përkundrazi, ai premton: Unë do t'ju jap bukën nga qielli. Kështu Zoti dhuron manën, një ushqim të përditshëm që bëhet shenjë konkrete e përkujdesjes së tij. Zoti nuk u jep popullit furnizim të grumbulluar për një kohë të gjatë, por ushqim për çdo ditë. Në këtë mënyrë, ai na mëson të jetojmë në besim të përditshëm, duke u mbështetur jo në siguri të grumbulluara, por në besnikrinë e tij të vazhdueshme. Mana nuk është vetëm ushqim fizik, por një shkollë besimi. Në të njëjtën kohë, mana bëhet edhe provë. Populli ftohet të mbledh vetëm atë sa i nevojitet. Kur ata përpiqen të grumbullojnë më tepër nga frika për të nesërmen, ushqimi prishet. Kjo tregon qartë se mosbesimi prodhon ankth dhe pasiguri, ndërsa bindja hap rrugën për paqe dhe besim. Zoti dëshiron t'i çlirojë jo vetëm nga skllavëria e jashtme, por edhe nga skllavëria e brendshme e frikës. Kjo pjesë e shkrimit shenjtë na pasqyron në mënyrë të drejtë për drejtë edhe përvojën tonë sot. Njerëzit në ditët e sotme jetojnë shpesh të pushtuar nga ankthi për të ardhmen, duke kërkuar siguri absolute në gjëra kalimtare. Edhe kur ka shumë, ata mbeten të pakënaqur, sepse zemra nuk gjen qetësi pa besim. Jeta nuk qëndron në atë që zotrojmë, por në marrëdhënien tonë me Zotin që kujdeset për ne. Në këtë mënyrë,
Mana merr një kuptim edhe më të thellë në beslidhjen e re. Ajo është figurë dhe paralemrimi i Eukaristisë, në të cilën besimtarët ushqehen me vetë Jezu Krishtin, bukën e jetës. Ashtu si Izraeli varri çdo ditë nga buka që vinte nga qielli, edhe i krishteri thirrët e jetojnë nga ky ushqim shpirtëror, duke hyrë në një marrëdhënie të gjallë dhe të përditshme me Krishtin. Zoti është providencë që kujdeset për nevojat konkrete të njeriut. Ai është i durueshëm dhe besnik edhe kur njeriu dështon. Ai është edhe edukues, që e formon zemrën e njeriut përmes provave, duke e quar drejt një besimi më të pjekur. Secili prej nesh jemi të thirrur të braktisim ankthin dhe pasigurit dhe të jetojmë në besim, duke kultivuar një zemër mirënjohëse dhe të thjeshtë. Çdo ditë bëhet një mundësi për të ripërtrirë besimin në provaninë e Zotit dhe për të thënë me besim të thellë, Zoti do të kujdeset për mua sot. Në pjesën e 2 të librit të Daljes, kapitulli 17, rreshta 3 deri në 7, na tregojnë edhe provën e popullit të Izraelit gjatë udhëtimit në shkretëtir. Pas mungesës së ushqimit, tani ata përballen me mungesën e ujit, një nevojë jetike pa të cilën jeta vet vihet në rrezik. Në këtë situatë ekstreme, ankesa e tyre bëhet më e fortë dhe më e ashpër deri në akuzë. Pse na nxorën nga Egjipti? Për të na lënë të vdesim këtu? Kulmi i kësaj krize shfaqet në pyetjen: a është Zoti mes nesh apo jo? Kjo nuk është vetëm një pyetje e Izraelit në shkretëtir, por një pyetje universale që lind në zemrën e çdo njeriu përballë vuajtjes, padrejtësisë dhe pasigurisë. Edhe sot në momentet më të errta të jetës, njeriu pyet: ku është Zoti? Pse duket sikur hesht? A është vërtet i pranishëm? Megjithatë, edhe në këtë situatë, tensioni dhe dyshimi, Zoti nuk tërhiqet. Ai nuk përgjigjet me dënim, por me një veprim shpëtues. I urdhëron Mojsiut të godas shkëmbin dhe prej tij i buron ujë. Kjo mrekulli ka një domethënie të jashtëzakonshme. Jeta shpërthen aty ku gjithçka duket e vdekur dhe e thatë. Ajo që për syrin njerëzor është tërpsi, në duart e Zotit bëhet burim jete. Në traditën e kishës, ky shkëmb është kuptuar si një figurë e Jezu Krishtit. Prej tij rrjedh jeta e vërtetë, hiri, falja dhe dashuria që ripërtrin njeriu. Edhe kur jeta jonë shpirtërore duket e thatë, kur përjetojmë sprasti apo lodhje të brendshme, Zoti mbetet i aftë të sjell ujë të gjallë, të rikthejë jetën dhe shpresën. Problemi në këtë pjesë të shkrimit shenjtë nuk qëndron në mungesën e Zotit, por në vështirësinë tonë për ta njohur dhe për ta besuar praninë e tij. Populli kishte parë mrekulli të mëdha, por ende nuk ishte arritur në një besim të qëndrueshëm. Dyshimi i tyre nuk buron vetëm nga mungesa konkrete, por nga një marrëdhënie ende e papjekur me Zotin. Prandaj kjo pjesë e shkrimit shenjtë na ndihmon të kuptojmë më mirë e në mënyrë konkrete natyrën e besimit. Besimi nuk do të thotë mungesë vështirësish apo krizash, përkundrazi, është aftësia për të qëndruar në shpresë edhe në mes të tyre. Është besnikëri në errësirë, besim në heshtje dhe dorëzim në duart e Zotit, edhe kur nuk shohim menjëherë përgjigje. Në kontekstin e ditëve të sotme, njerëzimi përjeton shpesh një shkretëtir të brendshme, mungesë kuptimi, vetmi, pasiguri dhe vuajtje. Pyetja e Izraelit vazhdon të jehoj: ku është Zoti? E ky tekst i jep një përgjigje të qartë, edhe pse jo gjithmonë të lehtë për t'u pranuar. Zoti është i pranishëm edhe kur nuk shihet. Ai vepron edhe kur duket i heshtur. Ndërsa në jetën e kishës, kjo vërtet bëhet konkrete përmes sakramenteve, fjalës së Zotit dhe bashkësisë së besimtarëve. Këtu buron uji i gjallë, që ushqen dhe forcon jetën shpirtërore të besimtarit. Prandaj i krishteri është i thirrur të mos e identifikojë vështirësinë me mungesën e Zotit, por ta kërkojë atë me këmbgulje në lutje dhe në jetën sakramentale. Edhe kur jeta duket si një shkretëtir pa rrugdalje, Zoti është aty dhe mund të nxjerrë ujë nga shkëmbi. Ai mbetet burimi i jetës,
më i madh se çdo mungesë dhe më besnik se çdo dobësi njerëzore. Në pjesën e fundit të librit Daljes, kapitulli 18, rreshtat 21 deri 23, na paraqitet një moment tjetër i rëndësishëm në jetën e Mojsiut dhe të popullit të Izraelit, ku përvoja shpirtërore e mrekullive plotësohet me një mësim praktik dhe jetësor. Pas ndërhyrjeve të fuqishme të Zotit në shkret të tjerë, tani del në pa nevoja për rend, urtësi dhe organizim në jetën e përditshme të bashkësisë. Mojsiu si udhëheqës merr mbi vete çdo përgjegjësi. Ai gjykon, dëgjon dhe udhëzon popullin nga mëngjesi deri në mbrëmje. Ky përkushtim i madh, megjithse i lavdërueshëm, shndrohet në një barë të papërballueshme. Pikërisht në këtë moment ndërhyn Zoti, i cili me urtësi i jep një këshill vendimtare, të zgjedh burra të ndershëm, të drejtë dhe të besueshëm, dhe të ndajë me ta përgjegjësitë. Zoti nuk vepron vetëm përmes mrekullive të jashtëzakonshme, por edhe përmes rendit, urtësisë dhe bashkëpunimit njerëzor. Ai e udhëheq popullin e vet, jo vetëm në momente shpëtimi, por edhe në ndërtimin e një jete të rregullt dhe të drejtë. Vendosja e kësaj strukture sjell disa fryte thelbësore. Krijohet drejtësi më e shpejtë dhe më e drejtë për popullin. Shmanget lodhja dhe konsumimi i një udhëheqësi të vetëm, dhe ndërtohet një sistem që garanton stabilitet dhe përgjegjësi të ndarë. Kjo tregon qartë se Zoti është Zot i rendit dhe i drejtësisë, që dëshiron një bashkësi të organizuar dhe të qëndrueshme. Kisha nuk është vepër e një individi të vetëm, por një bashkësi ku secili ka një rol dhe një thirrje të veçantë. Shërbesa nuk është e përqendruar vetëm tek një person, siç mund të jetë prifti apo një grup i vogël besimtarësh, por është përgjegjësi e gjithë popullit të Zotit. Çdo besimtar është i thirrur të jap kontributin e vet, sipas dhuntive që ka marrë. Besimi nuk është vetëm dëgjim apo pranim teorik, por angazhim konkret, shërbim dhe dhënie vetvetes për të mirën e të tjerëve. Ai kërkon pjesëmarrje aktive në jetën e bashkësisë, duke ndërtuar së bashku trupin e Krishtit. Njëkohësisht, kjo pjesë e Shkrimit të Shenjtë na kujton një të vërtet thelbësore, njerëzore dhe shpirtërore. Askush nuk është i thirrur të mbajë gjithçka vetëm. Edhe Mojsiu, i zgjedhur nga Zoti, kishte nevojë për ndihmë. Kjo na mëson për ulësi dhe hapje ndaj të tjerëve, duke pranuar se bashkëpunimi nuk është dobësi, por pjesë e planit të Zotit. Drejtësia dhe rendi kërkojnë struktura të drejta dhe udhëheqje që kuptohet si shërbim, jo si dominim. Një bashkësi e shëndosh ndërtohet mbi përgjegjësi të ndara dhe mbi bashkëpunim të ndërsjellë. Besimtari është i thirrur të zbulojë rolin e vet, të mos mbetet pasiv, por të shërbejë me dashuri dhe përgjegjësi në bashkësi, sepse feja nuk jetohet në izolim, por në bashkëpunim, duke ndërtuar së bashku një jetë që pasqyron rendin, drejtësinë dhe dashurinë e Zotit. Në beslidhjen e re, këto tekste marrin një kuptim më të plotë në personin e Jezu Krishtit. Ai është buka e vërteta nga qielli që ushqen shpirtin, burimi i ujit të gjallë që jep jetë të re dhe themeli mbi të cilin ndërtohet bashkësia e besimtarëve. Ajo që në Shkret të Tjerë ishte shenjë dhe premtim, në Krishtin bëhet realitet i plot. Prandaj këto pjesë na ftojnë jo vetëm të kujtojmë veprat e Zotit në të kaluarën, por të hymë në një marrëdhënie të gjallë me Krishtin, duke jetuar çdo ditë në besim, shpresë dhe dashuri. Këto 3 tekste na japin një mesazh të plotë. Në mungesë, Zoti kujdeset. Në krizë, Zoti jep jetë. Në bashkësi, Zoti kërkon përgjegjësi. Në takimin e ardhshëm do të lexojmë pjesën nga libri i Daljes, kapitulli 19-24, është tregimi i dhënies së urdhrimeve, i lidhjes së beslidhjes. Është pjesë e tregimit të themelimit të kushtetutës së Izraelit. Lexoni të shtëpia se do ta kuptoni më mirë, ndërkohë ne si gjithmonë ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Zoti ju bekoft.